faleminderit për çmimet vjetore për dramën origjinale shqipe Katarina e Shqipi 2025. Para se një kalë fjale, juris, e cila ka qenë në përbërje Kushtrim Mehmeti, Ilire Vinca, Kushtrim Kolici, Florent Mehmeti, Zoga Qeta. Faleminderit shumë për punën, për angazhimin, për vlerësimet. Nuk po i përgëzoj laureatët, para se me i shkollë formalisht. Kisha aftu profesor Kushtrim Mehmeti, drejtori artistik i Teatrit Kombëtar, që të na japë një përmbledhje të këtë procesit të aplikimeve, nënimeve, vlerësimit edhe në fund shkollës fituesve për CV. Faleminderit shumë, krenisit për një shka që është e rëndësishme, tash po flas si konkurs, vitin 2023 ka qenë gradia fituese dhe vjetë e mojnë menë që e këna roni për mbledh që ma në fund kam janë nisë më në skenu, tash jenë veç në provat finale për me në skenu dramën fituese të vitin 2023. Dramën hala nuk e dim sigur, por shpejt e publikojnë dhe kjo është një parkur me konkursi veç për merat për çka është edhe për merë rëndësin gradualisht, po paharu me cekë që edhe udhëtimi i familjes Bash në Uzbekistan, që është përkthyr fillimisht në gjuhën spanjolle e turke në gjuhën basket, në kuadër të dosellit, projekt në cilën Zoga, dramaturgja e Teatrit Kombëtar që është marrë intensivisht edhe kam punu shumë që me arrit më ba, shpejt kena me pasur publikimin e dramës udhëtimi i familjes Bash në Uzbekistan. Jeton e zira e autor, po edhe po gëzohna sepse ja kem fillu që gradualisht me i dhonë të rëndësi konkursit, për me dalën tash të konkursit si vjetë. Prej qëshorit kërve që këna hapë konkursin, deri në gusht, kanë apliku se 20 drama, edhe prej aty në 20 juria ka ledzu, kem diskutu, je marrë në përfundim që këtu 3 janë drama fituese. Nuk kemë qarë të ecejt në emën të juris që si vjetët nga pas një jo plumjet më të knaqshme të mundshme që na shumë dasht, na vazhdimisht tentojmë që kur hynë në rejtën e ngushtë me hynë dikon 10 drama, jo me 6 drama, por në gjithë ato kemë arrit që me nxjerrë 3 drama të cilat janë më të kompletuar të më të mirat në kuadër të këtij materiali që që ka pas. Po shpresoj që edhe këtu kanë me pas faktin e qoftë të Gërdis, autorit Asit Kabash, ose qoftë udhëtimi i familjes Bash në Uzbekistan të autorit Irene Zira, edhe me vazhdu tash edhe tutje ku e rrit edhe pjesë tjetër. Tash po premtoj atë ku premtu për këtu gjama, tash po premtoj që shumë shpejt na bëni lexim skenik të 3 drama fituese që viti kaluar si të sivjetshme, që publiku po edhe ardashësit me pa ato e prej viti tjetër po menoj që kena me arrit me bëni publikim të krejt drama fituese që me konë sa më transparent që është e mundshme, që me pa materialin se edhe me çka vlerëson juria. Kështu që kjo është një rezume e përgjithshme. Tani fillojmë prej dramës të rejtë të shkute e para për me dhonë vlerësimin e përbashkët të jurisë që në fund ka rezultu me votim. Flas për çmimin e tretë, të cilën e fiton për shkak se trajton temën e frikës dhe pushtetit përmes një komedie alegorike me situata kreative me dialog të mretë. Sarkazmi i marrëdhënies mes pushtetit të popullit shtresohet për gjatë gjithë tekstit, duke zbuluar zbraztinë e autoritetit dhe iluzionin e madhështisë. Skulptura e mbretit e paraqitur si e sinqert, por e zhveshur nga kuruara dhe fuqia reale, bëhet metafore pushtetit të rrem dhe frikës së institucionalizuar. Çmimi i tretë shkon për dramën Kurora, Mejpen Kurora me shifrën Hajt, po tash në që dim që është Klevet Kurtala. Borina. Faleminderit. Vepra e dytë fituese është Pse ke frikë. Shifra ka qenë 8 vjet,
pas më shumë menuar, po ka qenë me Gjerma, është vendosë fokusin nga trauma kolektive në përjetimin individual, përmes figurës lekës, i cili jeton i izoluar pas një aksidenti. Drama eksploron frikën si gjendje psikologjike të pashëruar, dialogët të ndërtuara me invencion o monologët dramaturgjikisht të qëndrueshme, krijojnë kompaktësi strukturore, shpalosin marrëdhënie dhe ndërnjerëzore për personazhet e kryesorë. Qenia ndacak funksionon si metaforë e lirisë së munguar, si kontrapunkt dramaturgjik ndaj izolimit, duke forcuar dimensionin simbolik të veprës. Se ki frike ka shifrën 80 e autor është Aset Kabosh. Kurse vendi i parë, çmimi i parë për dramën më të mirë në konkursin për dramë origjinale shqipe Katarina e Sipit të vitit 2025 shkon për luftën, e cila është një dramë psikologjike e shtruar e vendosur në minimalitet hapësinor, por edhe numër minimal personazhesh, ku konflikti zhvillohet përmes marrëdhënies komplekse dhe mes babait dhe të birit. Dialog i ndërtuar me kujdes dramaturgjik, shpalos disa shtresa njëkohësisht, përplas që jetë gjeneratash, raport familjar, mënyrën si lufta rrethëta, vihet ndryshim dhe shndërrohet në narrativ morale. Teksti reflekton jo vetëm epokat historike që ka kaluar vendi ynë nga Kosova, por edhe pasojat e luftës në shoqërinë e sotme, për llogaritë që kemi shumë luftra, duke trajtuar luftën si konflikt brendshëm dhe etik e jo vetëm si ngjarje historike. Çmimi i parë për dramën më të mirë të konkursit sovjet më shkon për Armagedon, Armagedon. Por në të vërtetë është çmimi për Aset Kaboshin, autorin e tash si vjetë 2 drama të para fituese. Rime edhe ne. Ka qenë një lloj dëshire me pas pruri ma të mirë kësha në kvalitativ. Por në fund si juri, do më thonë është të përzirë brenda asaj që në është pru, që është apliku. Që është i përgëzej edhe njëherë fitues. Ama për exemple po thu problema të mirë, nuk e di vitin e kaluar më e pan. Unë s'ko qe vitin e kaluar. Ata që më mirë se para 3 vjetës. Do të shtim test në listë. Unë Florenti me bëma të mirë. Jo është për vetë, po edhe për dramaturgjisë. Do shifra të vetë ka qenë me shkrem. Me Florenti një jemi pat. Natyrisht se kjo po t'i dhanë sa për në t'a dhanë një qëndrim timi, po t'i dhanë si ku po SB vlerësimin e 3 çmimeve të para, po absolutisht qëndran që këto nuk janë pse s'ka pas prurje të mira. Por këto 3 drama kanë qëndru shumë larg arritjeve dhe prurjeve tjera që kemi pas si drama. Kështu që unë i përgëzoj, është një lloj fryme e re dramaturgjike, e cila vërtet synon edhe hap një horizont të ri. Është shumë e bukur që si autor edhe si dramaturg ndjet një originalitet i temave dhe i trajtimeve të gjanave të cilat në rritën i zjartës. Kështu që kjo e shtan peshën e originalitetit edhe jep e hap një derë shumë të bukur që kur të skenohen të shfaqje ka me mujtë me depërtu edhe në për skena tjera. Kështu që faleminderit edhe urime. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Klasën e kushtrimi të të një klasë. S'ka mu prova ma një. Mirë, faleminderit të gjithë anëtarëve të RIS për punën, edhe drejtoreshës jonë për Departamentit të Kulturës, gjithmonë e rinë gati procesit, më siguru që gjithçka shkon sipas rregullores edhe në fund vlerësimet bëhen profesionale me meritokraci, kështu që para gjatë më shumë më shtaj kështu të lu në po më mëtë. Lej me vendin e tretë. Se më ndërë banë po më pak ma zetë strikë. Pra çmimi i tretë, sipas jurisë, për dramë origjinale shqipe, Katarina e Sipit për vitin 2025, i ndrahet autorit Florent Kurtalani për dramën Kurora. Faleminderit. Succes. Faleminderit shumë.
dytë për dramën origjinale shqipe Katarina Josipi, Astrid Kabashi për dramën Sekretri. Porina Steci. Vërtëmimi I parë për dramën origjinale shqipe, prapë Astrid Kabashi për dramën Dukë. Shpërbësit ta kam në mbajt një fjallim pak në zëmë. Si laureatit të Faleminderit edhe Ministrisë që po marrën gjallë këtë konkurs. Gjithashtu falenderoj edhe jurin për vlerësimin. Po mendoj që është veç me motiv shtesë edhe për mua edhe për rentin edhe për dramaturg. Por edhe për gjeneratat e reja që vijnë, besoj që ka me motivu shumë. Motiv edhe më I madh kish me qenë për neve nëse këto tekste në s'kenë vonë, veç se kam fillu mas 2 vjetë, unë falenderoj edhe teatrin kombëtar, po jo veç tekste të mia, po gjithë dramaturgëve të ri. Shpesh I dëgjojmë folën për dramaturgjia kombëtare pak, po çalon janë ne fnet, unë I kisha lut me provu këtë dramaturgjinë, le të vlerëson publiku a ja vlen, a nuk ja vlen, e mos paragjykohet. Edhe ne faleminderit shumë, edhe jurisë, edhe ministrisë, edhe juve ministrë. Shumë faleminderit. Pajtohem me fjallën e konferens Astrid. Jam I nderuar domethënë që kam fituar vendin e tretë në konkurs që është Katarina Josipi. E falenderoj jurin për vlerësimin e për kohën që ka ndarë me lexu këtë drama. Edhe që është prova konsideroj që cikli I një drame ose një teksti që shkruan për mbyllet atëherë kur del në para audiencës, para publikut në çfarë forme, qoftë edhe se në skenuar apo qoftë edhe se lexim skenik. Ndaj shpresoj se ka të realizuar këto aspekte domethënë të përfundimit të përmbylljes së këtij cikli që e përmenda. Edhe një herë ju falenderit. Faleminderit shumë. Atëherë besoj që në momentin kur e kemi datën e premierës së Gërdis, njëherë do të takojmë aty zot bashkë, me po të inskenuar atë vepër që e ka fituar çmimin para 2 viteve, ndërsa derisa Ministria vazhdon me mbajt këtë traditën e vlerësimit të veprave për dramën shqipe. Anë tjetër ta kombëtar tashme e kriju dinamikën e re të inskenimit të këtyre veprave. Ministria administron konkursin, pastaj vazhdojmë pjesën tjetër, po edhe votimi, publikimi e veprave edhe inskenimi, besoj që kanë rëndësi veçantë. Urime për gëzim edhe një herë dhe ju falenderoj shumë, falenderoj edhe mediave që janë këtu për më të cilë. Ta shpresoj në fotografinë e përbashkët për me përmbyllë këtë ceremoni. Edhe shumë sukses. Falenderoj. Pomóż, Kaszyn, śmiech.